Në ditën kombëtare të rinisë, vëmendja bie mbi rolin e të rinjve në jetën publike, shoqërore dhe institucionale të vendit. Ministria e Arsimit, përmes ministres Mirela Kumbaro, shpërndau mesazhe frymëzuese nga të rinjtë e Gjirokastrës. Çfarë emocioni japin të rinj Gjirokastrit duke nderuar historinë përmes projektimit të së ardhmes së tyre në çdo klas, bibliotek, qendër kulturore, laboratore, hapësirë komunitare, janë burim frymëzimi nga Gjirokastra me shumë dashuri për të gjithë shqiptarët në ditën e rinisë, shkruan Kumbaro. Unë kam zgjedhur Nderojmë ata që guxuan. Ne vazhdojmë rrugën e tyre. 8 dhjetori është dita jonë. Projektet e mbështetura nga bashkia dhe institucionet vendore përqendrohen në fusha si aftësitë digjitale, sipërmarrja, orientimi në karrierë, sporti, arti, kultura dhe angazhimi social. Përveç kësaj janë ngritur qendra rinore multifunksionale dhe janë mbështetur iniciativa komunitare që nxisin aktivizimin lokal dhe përfshirjen sociale, duke i dhënë të rinjve hapësirë për të kontribuar në vendimarrje dhe zhvillimin e komunitetit.